nuk e thënë gardën revolucionare. Nëse do të ishte mundur kjo që të bëhet thyrja logjistike dhe aftësia ushtarake ta thënë mosën që ka pas garda revolucionare, një organizim i mbrëmshëm mbrana Iranit me Palavin, por gjithsesi me një logjistik të fortë nga Shtetet e Bashkuara Amerikës, do të ishte i mundshëm dhe ndoshta do të kishim një luftë të shkurtër dhe 12 ditëshe. Në çdo rast tjetër, pra ne do të kemi një luftë të gjatë dhe si të them, do të parandalohet vetëm do të parandalohen vetëm armët nukleare, por gjithsesi rregullimi është një problem në veti. Ne shpresojmë që të gjitha organizatat opozitare që janë të shumta, mandej një pjesë ekziston edhe mbrana Shqipërisë, mendoj se e dini këtë çështje, pra përpara se të vinë tek Shqipëria dhe diçka do atë roli po i shtetit, por edhe si prekemi, të lutem më thuaj edhe diçka për vendet e tjera aty, për hakimin e tyre pas sulmit të Iranit, por edhe përgjigjja si do jetë, si ndikon kjo Turqia mbi gjitha që deri tani kemi parë si të heshtur, ndoshta ka friksen me këtë trazira në Iran, kur do të mund krijojnë shtetin e tyre që mund të prekë ata nesër. Turqia e sotme nuk është krejt pa faj në krejt këto çështje, që të jem shumë i sinqert, e kupton. Unë thash se me logjistikën e vllazërisë muslimane është ngritur Irani në këtë piedestal. Vllazëria muslimane edhe një herë po them duket e çuditshme, po është palca kurrizore e cila organizon të shtet që futet mes shteteve dhe organizata të ndryshme, duke përfshirë edhe Evropën, mandej edhe shqiptarët që eksperimenton edhe me ta, për vendosjen e sheriatit në glob. Mandej në glob, tani asgjata e 200-300 vjet është një çështje krejtësisht tjetër. Dhe në përpjekjet e tyre deri në vitin 2015-2016 ka pas një ndarje bukur të qartë, për shembull mes organizatave humanitare dhe financuese të Turqisë dhe të vllazërisë muslimane në tjetrën anë. Mirë, po duket se diku në Ankara ka pas një tubim të gjithë botëror, të gjithë organizatave humanitare me logjistikën e tyre dhe është bërë një harmonizim i fuqishëm i gjitha këtyre organizatave dhe veprimit të tyre në disa fusha, por kjo është temë tjetër, do të mirëmi ndonjëherë tjetër. Dhe shtetet arabe, tani po them, edhe pse ka lind vllazëria muslimane te shtetet arabe, te Egjipti e tjerë, ata kanë një problem mbrana vetit me këtë organizat. Pra, ky është problemi, e kuptoni, kanë problem me këtë organizat. Pas në qoftë se përfundon lufta e Iranit, pra amerikanët duhet mirën me shtetet arabe që të bëhet pastrimi kësaj organizateve, dhe pas disa viteve është krejt çështje tjetër pastrimi në Evropë kësaj organizate. Pra thonë që Amerika të pastrojë vllazërinë muslimane. Nuk mundet Amerika ta pastroj, por duhet t'i ndihmoj dhe duhet ketë marrëdhënie shtetërore me shtetet arabe, sepse tani këto që të them që po i bojnë një problem vllazëria muslimane përmes disa formave të organizimit, organizatave humanitare për krijesë grupeve ekstreme, përfaqësimit të partive moraliste politike në Evropë e kudo që të jetë, pra po shkakton probleme të mëdha edhe në fushën e demokracisë. Dhe kjo gjë duhet ndërpritet me marrëveshje shtetërore me shtetet arabe në radhë, por pastaj Evropa duhet mirret me një problem. Sipas institutit të George Washingtonit, i cili është marrë me çështjet e ekstremit fetar në Evropë, pra udhëheqësi i saj, sidomos doktor Lorenzo Vidino, ne tani kemi më shumë pjesëtar të vllazërisë muslimane në Evropë se sa që kemi në shtetet arabe. Dhe ky nuk është një problem i vogël, por ky problem mund të pritet për këtë problem, mund zgjidhet më vonë. Por fjala ishte te shtetet e tjera arabe, sigurisht që ekziston një konflikt mes sunitëve dhe mes shiitëve, jo vetëm në aspektin ideologjik që është shumë minimal, por në aspektin politik më shumë. Pra, tani duket se shtetet arabe qëndrojnë në anën e amerikanëve, sepse ka pas shumë diskutime këto muaj përpara, ka pas me gjitha këto shtete, por është pak e habitshme pra kjo që thash unë. Pra si ka mundësi që ky konflikt ekziston me sunitëve dhe shiitëve, ndërsa Irani një shtet i plot shiit, pra përkrah të gjitha organizatat ekstreme sunite.
më këtë dëshiroj të tregoj se problemi është shumë më kompleks se sa që duket në shikim të parë, dhe kjo do një vërejtim shkencor, do një vërejtim ushtarak, do një vërejtim diplomatik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të gjitha shtetet arabe, dhe unë mendoj që në qoftë se vendoset një sistem demokratik në të ardhmen në Iran, eventualisht atëherë është një hap drejt paqes. Është një hap drejt paqes në lindjen e mesme, sepse e para që disa nga shtetet arabe pra janë të gatshme me pranu ekzistencën edhe shtetin e Izraelit, mandej disa veçtuja se kanë pranu, dhe e dyta do të krijohet një kulturë shtetërore ku marrëveshjet do të respektoheshin. Por derisa ka organizata ekstreme, ato kur dhe asnjëherë çfarë do marrëveshje që të nënshkruhet nuk e respektojnë. Paraqiten me një formë tjetër. Mos mirëmi tani shumë me atë. Në konflikt ju thoni që fajtori 100% në këtë rast është Irani përballë Izraelit. Fajtori kryesor është domethënë ekstremi fetar me logjistikën e tij të vllazërisë muslimane dhe disa nga fanatikët fetar që udhëheqin shkolla juridike dhe shkolla misionore, të cilët në asnjë mënyrë nuk e kanë pranuar dhe nuk lejojnë të pranohet shteti i Izraelit atje, dhe të cilat mandej i shkaktojnë probleme edhe vetë shteteve arabe. Tani mos themi historikisht se pikërisht nga këto organizata janë vrarë kryetar shtetësh dhe liderë të fuqishëm të cilët kanë kundërshtuar. Dhe ky është një problem i cili mund të pret, por është një problem që në të ardhmen duhet të zgjidhet nëse dëshirojmë një paqe të përhershme në regjion dhe nëse dëshirojmë një lloj bashkëjetese në mes kontinenteve dhe kulturave. Pra nuk shkon që një kulturë mos ta pranojë një kulturë tjetër, ose që thotë se për shkaqe ideologjike të thirrë në zhdukjen e kulturës tjetër. Kjo është e papranueshme. Do ta mbyllim me rolin e botës tonë shqiptare. Por edhe si prekemi në gjithë këtë. Bota jonë shqiptare, sigurisht pozicionimi i shteteve shqiptare është mirë dhe është në rregull. Dhe unë mendoj që kështu do duhet veproni. Ne nuk kemi si shqiptar zgjidhje tjetër. Është mirë se kemi marrë automatikisht pas Amerikës çdo gjë që bën ajo dhe Izraelit, apo kështu duhet të jetë? Tani se si duhet të jetë, po të kishe fuqinë politike, ekonomike e tjera dhe njerëzore është diçka tjetër. Por në pozicionin që jemi ne, që kemi dalur nga një histori 500 vjeçare të leckosur, dhe mezi që e bëm një shtet si Kosova për shembull, mendimet e këtyre aleatëve e tjera, pra sigurisht që ne duhet jemi një qendër i urtë, sepse pastaj nuk do të ekzistojmë ndoshta. Dhe tani ky folklori i jashtëzakonshëm edhe ideologjik i shqiptarëve, i grupeve, i mahallëve, i feve tjera është jashtëzakonisht i dëmshëm, dhe politika për fat keq po e ushqen, por pozicioni i saj diplomatik në përkrahjen e Amerikës natyrisht është natyrisht duke mos përkrahur, domethënë humbjen e viktimave dhe njerëzve të pafajshëm, se asnjë luftë nuk është e mirë, por pozicioni diplomatik dhe politik mendoj se është i duri dhe se nuk kem rrugë tjetër, dhe po donim. Sa përket shqiptarëve, po e them me diçka, thash se mund të argumentoj, por shqiptarët janë bërë jo vetëm fokus i ndërtimit të shtetit të tyre nga politikat perëndimore dhe përcjellja e zhvillimit të demokracisë në vendet tona në një renion, por shqiptarët, një pjesë e tyre, ose më mirë me thonë ideologjit, janë bërë eksperiment dhe fenomen i një shteti tamam të ri, 20 vjeçare, një popullatë e cila ka vujtur deri dje dhe që mirret me çështjet mëdha misionore globale. Pra, unë besoj se ky eksperimenti i vllazërisë muslimane në Evropë i ka përfshirë ky sindrom dhe shqiptarët në Evropë dhe në Kosovë, dhe kjo pastaj herdo kur do të na kushtoj bukur shumë, dhe këtu do të kisha thirrur sidomos shtetin e Kosovës për nga unë vi, që të shikoj pak më shumë dhe që mos ketë një popullatë e cila 50% është në shpërputhje me politika diplomatike të saj. Sepse atëherë bëhemi një popull paradoksal dhe bëhemi një popull ku cënojmë vetë ekzistencën tonë. Është një mendim ndoshta pak ansori imi, sepse po si afrom dokumentacionin dhe argumentet nuk mund të flasim
ma thellë, por mendoj që ka mjaft argumente dhe ka mjaft fakte që flasin për këtë që po thamë. Por me ndonjë emision tjetër kur ti të kesh mundësi. Do t'i kaq, unë falenderoj shumë dhe sigurisht që me të kaluar këtë dallë që se dim si to përfundoj, do kthehemi për të folur edhe për hallet dhe problemet tona të përditshme pa u agravuar ato, sikur thatë ju, pra për t'i dalë përpara këtyre problemeve. Po, nëse më lejon vetëm një fjali në fund, pra. Si thash, absolutisht lufta nuk është, unë nuk jam fare adhurues i luftrave, dhe luftat shkaktojnë vuajtje të fuqishme dhe vuajtje të mëdha, u shkaktojnë vuajtje të mëdha njerëzve të pafajshëm. Por tani kur vjen në pyetje mbrojtja e ekzistencës tënde dhe mbrojtja e vlerave më sublime që ka një popull dhe një sistem demokratik siç është vota perëndimore, edhe lufta është një mjet demokratik, jo i pëlqyeshëm, por ndoshta i patjetërsueshëm në raste të caktuara. Duke uruar që të mbyllet sa më shpejt dhe pa viktima të tjera. Falenderoj shumë për bisedën, zoti Kashë. Gjithashtu, falenderimin nga